Ndërkohë, duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë në ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndërinstitucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustike në tejkalim të orarit, të përcaktuar me ligj, janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi i disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kurrësi qetësinë e të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë